Këto janë sinjale të këqija për Evropën, por edhe për vetë Amerikën dhe më gjërë, si dhe për raportet mes këtyre vendeve. Pas përplasjeve të hapura mes presidentit Trump dhe kancelarit Merz, Amerika ka vendosur të tërheqë 5.000 ushtar nga Gjermania në një periudhë prej 6 deri në 12 muaj. Pothuajse njëkohësisht, Trumpi ka paralajmëruar rishpërthimin e luftës tregtare mes Amerikës dhe Bashkimit Evropian, pasi që ka paralajmëruar tarifa të reja ndaj automjeteve të Bashkimit Evropian, që më së shumti prek natyrisht edhe Gjermani. Ministri i Mbrojtjes i Amerikës Pete Hegseth tha se 5.000 ushtarë amerikan do të tërhiqen nga bazat në Gjermani brenda 12 muajsh. Sipas të dhënave amerikane, nga aprili i këtij viti në Europë kanë qenë të paktën të stacionuar rreth 86.000 ushtarë amerikan. Më së shumti prej tyre rreth 39.000 janë të stacionuar në Gjermani. Pas akuzave dhe kundër akuzave të Trumpit dhe Merzit, presidenti amerikan tha se shumë shpejt do të rishikoj tërheqjen e trupave nga Gjermania, e kjo ka të bëjë natyrisht edhe me sigurinë në këtë kontinent. T'ju kujtoj se Merzi ka kritikuar Amerikën për ndërhyrjen në Iran, ndërsa Trumpi tha se Merzi nuk e di çka po flet dhe se Gjermania është në gjendje të keqe ekonomike dhe po rënohet nga migrantët në këtë vend. A ka të drejtë dhe sa ka të drejtë Trumpi, e din më së miri ata që jetojnë në Gjermani, por këto përplasje me siguri që nuk janë të parat dhe nuk do të jenë mbase as të fundit, sepse Trumpi ka pasur përplasje të hapur gati me shumicën e liderëve të vendeve më të mëdha në Europë. Me presidentin e Francës Macron, tallej madje edhe për raportet e tija me bashortin e tij, por në këtë debat unë me siguri që nuk do të futem dhe nuk do të komentoj shumë. Por shumë se sa raportet mes liderëve shqetëson një fakt tjetër, e ai është përkeqësimi i raporteve mes vendeve më të rëndësishme të NATO-s, që mund të ketë pasoja edhe më të gjerë. Trumpi ka akuzuar vendet perëndimore se nuk po e mbështesin Amerikën në luftën e saj kundër Iranit, në sigurimin e ngushticës së Hormuzit, ndërkohë që këto vende jo vetëm që nuk i ka konsultuar, por as nuk i ka njoftuar me kohë për fillimin e sulmeve në Iran. Sidoqoftë, Trumpi ka kaluar nga kërcënimet tani në vepra dhe do të tërheqë një pjesë të ushtarëve nga Gjermania. E njëkohësisht ka vazhduar edhe me kërcënimet për tarifa, siç e thash, sepse këto ditë paralajmëroi tarifa të reja për automjetet nga Bashkimi Evropian me 25%. E t'ju kujtoj që Gjykata Supreme në Amerikë i ka shpallur një herë jo ligjore tarifat e Trumpit dhe tani Amerika në rastin më të keq duhet të kthejë dëmshpërblime në vlerë prej rreth $175 miliard. E më e keqja është që ekziston edhe një marrëveshje mes Washingtonit dhe Brukselit, por kjo nuk po respektohet. Në anën tjetër, edhe Bashkimi Evropian ka paralajmëruar kundër masa ndaj Amerikës. Në fund të fundit, të gjitha këto masa dhe luftën mes Trumpit dhe Bashkimit Evropian do ta paguajnë qytetarët dhe kompanitë natyrisht, sepse ato duhet të paguajnë pra çmimin më të lartë. Po jo, miq të dashur, çfarë mendoni për këto masa të Trumpit, në veçanti për tërheqjen e trupave, dhe a mund të ndikojë kjo masë edhe në politikën amerikane ndaj rajoneve të tjera, në veçanti ndaj Ballkanit, apo dhe ndaj Kosovës, ku ka ushtar amerikan që janë edhe siguria më e madhe për paqen dhe stabilitetin? Nëse doni, më shkruani këtu në video dhe mund të komentojmë së bashku, ndërsa unë ju përshëndes kudo që jeni dhe miropafshim së shpejti me informacionet e tjera.